Të nderuar miq të Impact News, përshëndetje. Unë jam Kelmen Baçi dhe mirë se erdhët në emisionin Impact. Sot ndodhem në Kavaj për të realizuar emisionin e parë. Arsyeja është e thjeshtë. Ndodhemi në kulmin e fushatës elektorale. Një ditë më parë, në Kavaj ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili përveç sa premtimeve zgjodhi të thumboj keq edhe njërin prej kandidatëve, të cilin unë sot e kam përballë për ta pyetur jo vetëm për këtë, por edhe për fushatën elektorale dhe shpresat që ka ai për të arritur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë si një i ri, demokrat i angazhuar që në fëmijërinë e tij e të tjera me radhë. Për të zbuluar më shumë, kam kënaqësinë t'ju prezantoj kandidatin e Partisë Demokratike ose Koalicionit për Shqipërinë Madhështore, zotin Arnold Kariqi. Zoti Kariqi, përshëndetje, faleminderit që gjetët kohën në këtë minuta të fundit, po themi, të fushatës. Faleminderit shumë Kelmet, është kënaqësi ime që të jap intervistë për ju dhe faleminderit shumë për ftesën dhe që keni ardhur në Kavaj. Në Kavaj duket një atmosferë e qetë, por fushata është në kulmin e saj. Makina me logo, kandidat që takojnë në çdo moment qytetarët me dëshirën e madhe për të qenë në parlament si deputet dhe përfaqësues i qytetarëve. Po doja të dija nga ju si është situata në Kavaj, si ka shkuar edhe për ju fushata. E rëndësishme është, ju e thatë në fakt edhe pak më parë që është një situatë e qetë, që është më e rëndësishmja që fushata të jetë e qetë dhe zhvillohet në kushtet e qetësisë. Sigurisht ne kemi parë që gjithmonë ku ka fushata elektorale ka dhe disi tensione apo përplasje, fatmirësisht Kavaj nuk ka patur të tilla situata. Përmendet makinat me logo, posterat, të them të drejtën, unë jemi qarkun e Tiranës. Dhe zona jonë është në Tiranë, në Kavaj, në Rogozhin, në Kamës, në Vorë. Unë kam dalë dhe kam bërë takime në gjithë qarkun e Tiranës. Është i vetmi qytet në fakt që është i mbushur me makina, me logo, me postera. Ka një tjetër atmosferë dhe është me ato fushatat e vjetra, nëse mund të kthehemi pas në kohë, kur në fakt të them vërtetën tradicionalja ka dhe atë lezetin e saj, nëse mund ta quajmë kështu, që fushatat ndihet, ketë frym, ketë postera, ketë makina, por mbi të gjitha ketë qytetari, qetësi dhe sigurisht një fushatë sa më qytetare, qetë, takojmë njerëzit, takojmë qytetarët, të flasin për programin e Partisë Demokratike, sigurisht të flasin për gjërat që shkojnë keq, të flasin për çfarë do të bëjmë ne, për programin ton dhe për gjitha mundësitë që do të ofrojmë Shqipërisë nesër. Zoti Kariqi, ju përmendët takimet me qytetarët. Pyetja ime për ju është çfarë problematikash ju kanë shprehur ju qytetarët për të cilat ata kërkojnë zgjedhje emergjente apo urgjente? Nëse mund ta quajmë zgjedhje emergjente apo urgjente, ka shumë. Nëse flasim për halle, ka 1001 halle, sepse në fakt në zhargonin politik mund të dëgjosh edhe qytetarët dëgjojnë për media që opozita gjithmonë flet, gjithmonë ankohet, gjithmonë ka ato sulmet e saj, por realisht Shqipëria është në këtë pikë. Qytetarët kanë probleme, kanë halle, shumë familje kanë probleme me ujin e pishëm, kanë probleme me dritat, kanë probleme me spitalet, kanë probleme të bazë të marrjes së shërbimeve, të marrjes së ilaçeve, të marrjes së shërbimeve zyrat shtetërore. Kur them këtë, sepse është fatkeqësi në fakt që në vitin 2025 akoma politika flet për ujin e pishëm dhe dritat. Ky është skandali më i madh. Në fakt edhe Rama del pas 12 vitesh akoma me premtimet e 2013-s. Kur përmenda shërbimet bazë në zyrat e shtetit, nëse flasim për Kavajën, për zonën time këtu, asnjë qytetar i Kavajës dhe të Rogozhinës nuk marrin asnjë shërbim përveç në Bashkinë e Kavajës. Gjithë jemi kontshient, ne kemi folur dhe stërfolur disa herë, Kavaja ka mungesë totale të gjitha institucioneve bazë që qeveria socialiste ja hoqi Kavajës. Në vitin 2013, kur Sali Berisha iku nga pushteti, Kavaja kishte hipotekën, Kavaja kishte një drejtori ujësjellsi, një drejtori elektriku, kishte gjykatat, kishte prokurorinë, kishte shumë institucione bazë cilat njerëzit çanin hallet, mbaronin punët e tyre. Sot nuk është asnjëra nga Kavaja. Të gjitha kanë shkuar në Durrës, disa tjerë kanë shkuar në Tiranë, gjithë qytetarët rropaten, shkojnë herë në Durrës, herë në Tiranë për të mbaruar punët e tyre, u kërkohen para, njëri nuk njohin. Normalisht dietet e sigurisht edhe kosto e lartë, se jo makina, jo taksia, jo fugonet, shumë prej tyre pra kanë halle dhe probleme nga më të ndryshmet. Sigurisht kemi të bëjmë me fshatin, i cilin fshat pensionet më të larta në fshat janë 90.000 lekë, pra imagjinoni një qytetar që na sheh, çfarë mund të bëjë një qytetar me 90.000 lekë? Do paguajë dritat, do paguajë ujin, do paguajë ilaçet, apo do ha bukë. Asgjë prej tyre nuk mund të bësh. Dhe këto janë disa prej situatave më të ndryshme që ne hasim me qytetarët. Nëse dalim në tregjet e Kavajës dhe gjithë zonës saj, unë kam dalë vazhdimisht, takimet e bëjmë herët, por edhe kur i mbarojmë takimet, nga ora 10-11, shumë prej tregtarëve akoma nuk kanë shitur produktin e parë.
sepse më shumë ka tregtar në Kavaj se sa ka qytetar që blen. Kjo është situata këtu. Situata po të shkosh në fshatrat e Kavajës janë vetëm pensionistë, vetëm mosha e tretë, fëmijët i kanë ikur nga shtëpia, janë larguar, nipërit, mbesat, nuk dëgjon më fëmijë në rrugë. Ti je sigurisht ke jetuar në qytetin e Kavajës, e mban mend Kavajën dhe bëroritmat e fëmijëve, të cilët luanin në përlagje dhe kudo nuk dëgjon më. Kjo është situata këtu. Dhe me këto përballemi, u flasim, kemi një program Partisë Demokratike. Sigurisht zoti Berisha e ka prezantuar, ne jemi munduar ta prezantojmë me çdo qytetar të Kavajës. Pensionet 200 euro do të jetë vendimi i parë që zoti Berisha do të marrë për të gjithë qytetarët, nuk do të ketë asnjë pension nën 200 euro. Pa llogaritur këtu rrogën minimale 500 euro, rrogën mesatare 1200 euro. Duke i dëgjuar në ekran, njerëzit thonë, ok, po sa besim ka Partia Demokratike, pse do të besojmë neve tek Partia Demokratike që do t'i realizojë këto? Edi Rama nuk realizoi asnjë premtim prej këtyre, që nga viti 2013 e deri më sot. Partia Demokratike nga viti 2005 deri në vitin 2013 dy fishoi pensionet, rrogat dhe gjithçka që pati mundësi ndorë. Kur ju prezantoni programin, dhe duhet ta besojnë qytetarët që do ta bëjnë sot Partia Demokratike, sepse është po njëjti person i cili është zotuar për të bërë diçka dhe është po njëjti person që sot kërkon edhe një herë vot besimin e qytetarëve shqiptar. Kur ju e prezantoni programin, ka qytetarë që ju shprehen të zhgënjur nga politika edhe për faktin që ju e përmendët, që në 12 vite qeverisja e majt nuk i mbajti premtimet për çështjet sociale. A ju besojnë ju qytetarët kur ju shprehin programin apo thonë që ju të gjithë një lloj jeni mos ta takoni fare? Ka shumë situata. Por qytetarët, domethënë, ne po vuajmë atë çka Rama bëri në 12 vite. Në vitin 2013 Rama ishte vetëm në moment kur Rama pati program. Prezantoi program tek shqiptarët. Viti 2013 ishte një vit që Rama premtoi 300 vende të reja pune, ndërkohë që largoi 1 milion shqiptarë nga këtu, premtonte ujin, premtonte dritat, premtonte legalizime falas, ndërkohë që u shembi shtëpiat qytetarëve, premtonte shëndetësim falas, ndërkohë që shëndetësia dihet se çfarë po ndodh. Edhe me afat që brenda 2 viteve dihet se çfarë ndodh me shëndetësim onkologjikun e di çdo qytetar, sidomos qytetarët e Kavajës, të cilët spitali është shtyr në ambulancë. As shëringa nuk kanë, do të shkosh tek farmacit përballë për të marrë një shëringë, për të takuar një infermier, për të bërë shëringën. Kjo situatë është. Edhe gjithë ky premtim dhe ky zhgënjim ndaj politikës së Partisë Socialiste, sigurisht edhe me gabimet e opozitës në të gjithë këtë kohë, edhe me gabimet tona ku dihet që normalisht ishte edhe besimi dhe shpresa tek opozita e dikurshme që kishte një tjetër kryetar, i cili nuk përmbushi si duhet pozitat e tij dhe detyrën për cilën kishte marrë përsipër, dhe me këto po përballemi ne sot. Por ka njerëz që janë zhgënjur, ka njerëz që thonë jeni të gjithë njësoj, por nuk na thonë dot ne. Ne jemi djem të ri, ne jemi djem Kavaje, jemi të papërlyer politik, nuk kemi padur kur pasje publike, vim një fytyrë e re për të kërkuar besimin e qytetarëve të Kavajës. Dhe këtu përballemi me besimin e plot të tyre, si në Kavajë, si në Rogozhinë, unë kam qenë edhe në Tiranë, në zonat ndryshme të kryeqytetit, po ashtu në Vorë dhe në Kambës. Ka qytetarë, cilët her pas here na shfaqen mosbesues, por kur ne i themi që jemi ne, po e kërkon Arnoldi votën, është ajo pjesa që dikush prej tyre pra bën atë ndryshime që thotë, ok, juve të rive do t'ju mbështesim. Sepse normalisht edhe politika ka bërë caje gjithë këto vite, ka dhe konsumin e tyre njerëzit që kanë qenë gjithë vitën në politikë, por normalisht gërshetohet gjëja. Nuk mund të largoni 100% vjetrit dhe të vinë vetëm të ri. Gërshetohet. Vjetrit shërbesi udhëzues për të rinj dhe të rit shërbesi energji për të ecur përpara. Ka qenë edhe argumenti i përdorur për votimin e hapjes së listave, të pjesshme të listave. Zoti Kariqi, kryeministri Edi Rama ishte në Kavaj, bëri disa premtime, por në veçantë zgjodhi që t'ju sulmoj ju personalisht. Pa një baner tuaj të vendosur në një berberhane ose dyqan berberhane dhe bëri disa batuta. Si e pritet? E pritet me sportivitetin më të madh. Është kryeministri nuk ka parë vetëm një baner timin, se Kavaja është mbushur plot me banerat e mi dhe normalisht kryeministri i vrau syt, sepse ishte baneri i një djali Kavaja, nuk ishte as baneri i Elisa Spiropalit që nuk ka lidhje me Kavajan, as i Pandeli Majkos që vetëm mund të lidhet me KD, po vetëm me Kavajan. Jo. Erdhi këtu, nuk kishte as 20% Kavajas në mitingun e tij, erdhi me njerëz të importuar nga Peqini, nga Rogozhina, nga Durrësi, nga Shijaku, i solli këtu me autobus,
Kam zgjedhur një video ku të gjithë qytetarët i shohin se si ndalen dhe vinë për të mbushur mitingun e Ramës, administrata publike e cila e ka sjellë të gjithën me urdhër dhe me listë, duke marrë jo vetëm në punësit, por edhe familjarët. Rama sigurisht të zgjodhi së pari të fliste për Barsaleta dhe anekdotat e tij se nuk ka program. Rama flet për zhapik, buf, tregon pralla, tregon mashtrime, anekdota dhe zgjodhi të merrej me mua sepse normalisht kryeministri do merret me kandidatin më të fortë, kandidatin që është fitues dhe që e bezdis atë. A ju she Shiko, unë kam thënë edhe në studio të tjera, Rama nuk përmend kurrë dikë që nuk llogarit. Rama gjithmonë përmend dikë që e bezdis, dikë që Ramën e shqetëson. Dhe prandaj Rama vjen këtu dhe përmend një kandidat që Rama si rezulton shqetësues për rezultatet e tij të 11 majit. Kavaja e ka vulosur humbjen e Edi Ramës. Kavaja ka vulosur fitoren e Partisë Demokratike. Ata nuk kanë asë njerëz këtu, nuk kanë asë mbështetës, bazohen vetëm tek administrata publike, vijojnë t'i marrin me urdhër qytetarët e Kavajës. U kam një thirrje këtu për gjithë administratën publike që të mos bie pre e presionit, sepse gjithçka do ndryshohet për 3 ditë. Kam një thirrje për drejtuesit, drejtorat, cilët i marrin qytetarët në punësit me urdhër, të bëjnë kujdes, ne jemi duke i dokumentuar të gjithë urdhërat e tyre, do të marrim masat tona, do t'i dërgojmë SPAK, do t'i denoncojmë dhe sigurisht do të ketë masat e nevojshme pas 11 majit. Batutat e Ramës janë batuta bajate. Arnoldi është këtu dhe do t'i përgjigjet Ramës në 11 maj dhe atë i Berberi mund vijë dhe t'i rrojnë dhe mjekra. do ndodh kjo thonin? Po të vijë është e hapur Kavaja vlerë e madhe për gjithë. Ju thatë që Rama shpreh batuta për shkak të mungesës së programit. Por nga ana tjetër, pavarësisht një kthimi që Kavaja bëri në 2023 me rikthimin në drejtim të Bashkisë Kavajës së Partisë Demokratike, ende qytetarët Kavajës mendojnë që mungesa e ardhmë ose janë skeptik për ardhjen e opozitës në pushtet dhe kjo i ka nxitur ose të rinë heshtje ose të bashkohen asaj që perceptohet si fituese, duke qenë se edhe sondazhet Partinë Socialiste nxjerrin fituese. Si do të jetë rezultati në Kavaj? Cilat janë pritshmëritë tuaja për rezultatin e Kavajës? Sondazhet e Kavajës nxjerrin Partinë Demokratike absolutisht fituese me një rezultat të thellë. Sondazhet që ne bëjmë me kompanitë amerikane e nxjerrin opozitën absolutisht fituese. Ju dini gjithë se si bëhen sondazhet, se kush i financon, se çfarë bëhet me mediat. E pam se ç'ndodhi në Amerikë, në asnjë sondazh nuk dilte fitues Donald Trump, ndërkohë që kutit treguan të kundërtën. Ajo që unë ju them dhe ju zotohem është që në Kavaj Edi Rama do të marrë rezultatin më të thellë që ka marrë ndonjëherë Partia Socialiste, do të marrë një humbje. Unë kam shkruar edhe në statusin tim në Facebook, Partia Demokratike do të jetë 2000 vota përpara Edi Ramës. Mos them mbi 2000, por Partia Demokratike në tërësi në të gjithë zonën e Kavajës e ka vulosur fitoren. Dhe në Kavaj nuk ekziston kjo për të bërë me më të fortë. Në Kavaj është shpirt rebel. Kavajësit kanë treguar që nuk pajtohen me regjimet, nuk pajtohen me diktaturat, sigurisht nuk pajtohen me qeverisjet, e kemi treguar gjithmonë. Edhe kur ka qeverisur Partia Demokratike dhe mbasi ka bërë gabimet e saj. Por ka treguar edhe në vitin 2017, kur Rama fitoi në të gjithë Shqipërinë, mori mandatin e dytë, humbi Kavajën, e tregoi në vitin 2023, pra Kavaja është kundrapedal i regjimeve sepse nuk pajtohet me diktaturat, nuk pajtohet me autokracinë. Në Kavaj, perceptimi është i qartë. Partia Demokratike do të jetë fituese, kandidatët e saj po shqiptojnë një fushat model dhe sigurisht qytetarët e Kavajës do të vulosin atë në 11 maj. Ju tha që pritshmëritë në Kavaj janë plus 2000. Po për qarkun e Tiranës, duke qenë se Kavaja është pjesë e qarkut të Tiranës. Cilat janë pritshmëritë e koalicionit për Shqipërinë madhështore dhe a nis nga këtu, nga Kavaja, kthimi i opozitës në pushtet? Nga Kavaja ka nisur ose rënja ose rënja. Dhe normalisht qarku i Tiranës është një ndër qarqet ku është proceduar edhe e gjithë vëmendja politike, si qarku me numër të deputetëve. Kavaja do të bëjë rolin e saj, votat do të merret në sërish Partisë Demokratike, sigurisht do të ndikojë edhe në rezultatin e përgjithshëm të saj. Po ashtu Rogozhina, po ashtu edhe Kamza dhe Vora, do të jetë një rezultat që ne në pritshmëritë tona jemi tek 18 apo 19 deputet, po punohet fort në të gjithë zonat e qarkut të Tiranës, kemi deputet, kemi
njerëzit më të shkëlqyer, një listë e cila është model nga ana e kandidatëve të qytetëruar, të shkolluar, njerëz të cilat janë me bagazhin e duhur për të qeverisur, për të drejtuar dhe për të marrë atë mbështetje të qytetarëve të cilat sigurisht nuk mund t'i krahasosh me Partinë Socialiste. Lista e Partinë Socialiste është me bandit, është me servil të Ramës, është me njerëz të cilët i kontrollon krimi, i vendos një i fort e pam, siç ndodhi me listat në qytete të tjera të Durrësit apo në përgjimet që janë publikuar ku bandat caktonin listat e Partisë Socialiste dhe në zonën ku vetë kryeministri ishte i pari i listës, ne kemi një tjetër model, një tjetër qasje, ne kemi doktor Berishën, nuk vjen as nga bandat, as nga grupet kriminale, nga doktor, është futur në politik, ka qeverisur gjithë jetën e tij duke mos u përzierë kur me bandat, kur nuk mund të thotë si qytetar i Shqipërisë Berishës që është bandit. Në vitin 2005 pam se ndodhi me banda shqiptare. Pra, është një tjetër qasje që ne kërkojmë t'ju ofrojmë shqiptarëve. E di që ka njerëz të zgënjur, e di që ka njerëz të lodhur me politikën, por nuk mund besohet më në një qeveri e cila ka rënuar 12 vite shqiptarët, 12 vite familjet shqiptare, po ashtu çdo lloj biznesi dhe çdo lloj ardhme të rinjve shqiptar. Nuk mund të besohet më kur ata kanë rënuar 12 vite dhe të besojmë që ata do ta rregullojnë në 4 vite. Vota për Ramën është votë për të vazhduar rënimin dhe pasurimin e deputetëve dhe ministrave të Ramës. Vota për Partinë Demokratike është votë për ndryshim. Ndryshimi është i domosdoshëm. Çfarë do sjellë Partia Demokratike nuk do bëjë magji. Thjesht ndryshimi dhe një qeverisje për ta kthyer Shqipërinë në normalitet është diçka jetike për të mbajtur këta të rinj këtu dhe sigurisht për të kthyer edhe ata që kanë ikur. Sidomos njerëzit të cilët e duan vendin e tyre, duan edhe të investojnë këtu. Programi i Partisë Demokratike 5 vite pa taksa për çdo lloj qytetari që vjen nga jashtë për të investuar këtu. Nuk do të ketë më monopol. Vetëm 5 vet po investojnë në Shqipëri, vetëm 5 vet po punojnë në Shqipëri, vetëm njerëz të lidhur me kryeministin Rama kanë të drejtën të zhvillojnë bizneset e tyre. Shqiptarët duhet të vdesin për bukë ose duhet të ikin jashtë vendit. Kjo është mendësia e këtyre. E përmendët pak, por unë sigurisht që do t'ju pyes. Sa mendoni që në këto zgjedhje do të ndikojë diaspora, duke qenë se për herë të parë voton nga atje ku jeton, pra pa ardhur në Shqipëri? Sigurisht është një votë e cila janë 230.000 të regjistruar dhe pjesa më e madhe e tyre kanë votuar. Në fakt është hera e parë që diaspora voton, shpresat janë të mëdha tek diaspora. Unë gjykoj në logjikën time që diaspora nuk ka asnjë mundësi apo qëllim që të votojë Partinë Socialiste. Shumë për njerëzve të larguar në diasporë, larguar në qeverisjen 2013-2025, ku ka qenë kryeministri Rama, shumë për shqiptarëve larguar, qoftë me gomone, qoftë me kamion, gjithë e dimë se çfarë ka ndodhur me shqiptarët, ku Rama i arrestonte për një cigare hashash edhe pse s'kishin paguar drita, ndërkohë që ministrat e Ramës vjedhin, bëjnë batërdi me taksat e shqiptarëve. Diaspora është një nëse më ta gjoj kështu, një grupim e cila e sheh më ftohtë situatën këtu, e cila e don Shqipërinë më shumë, jo se don më shumë se ne, por mallin për Shqipërinë e ka më të madh se ne. Edhe nëse ka njerëz të larguar nga vendi, ka vetëm një përgjegjës. Ky që është sot në pushtet. Dhe nuk ka mundësi që diaspora të votojë Edi Ramën. Do të ketë njerëz që sigurisht mund t'japin një mbështetje atij, por masivisht duket futur në rrjetet sociale, shihni se çfarë ndodh në TikTok, kur Rama e mbylli platformën për shkak se algoritmi e nxirrte shumë përpara zotin Berisha dhe Partinë Demokratike, askush prej shqiptarëve nuk po voton Partinë Socialiste. Dhe diaspora do t'i japi humbin Edi Ramës. Tieni të bindur për këtë. Ai po mundohet të bëj ato marifetet e veta. Ka denoncuar koalicioni për Shqipërinë Madhështore, veçanërisht në Greqi. Ka probleme me postën, ka probleme me postën, ka probleme patronazhistët, cilët i marrin qytetarët në telefon, u thon u erdhi vota, su erdhi, u asjellim ne, u marrim ne. Rama këto janë në klithmat e fundit një pushteti i cili ka rënë. Është larguar, ne e shohim edhe këtu, urdhri që jepet administratës për shkuar në mitingje, duhet të përmend këtu mitingun e Ramës para 4 ditësh në Fier, ka shkuar gjithë administrata ka vajt në Fier, nuk ka ndodhur kurrë më parë. Vetëm në mitingun e Tiranës, kur bëhej përmbyllja sigurisht e partive politike, normalisht gjithë Shqipëria do shkonin në Tiranë. Nuk ka ndodhur që Kavaja të shkojë në Fier, apo Fieri të shkojë në Lushnjë, apo Lushnja të shkojë në Durrës, vetëm në qeverinë e Ramës, sepse nuk ka më njerëz, nuk ka më mbështetës,
Ai mendon se duke dërguar njerëz atje me urdhër do duket mirë në ato kamerat, duke marrë ato dronët e Carlo Bolinos, por kutia do t'rregojë vërtetën dhe kutia do të vendos fitoren e Partisë Demokratike. Zoti Kariqi, ndalim vetëm pak tek SPAK-u, pra prokuroria e posaçme dhe një numër të lartë në fakt hetimesh që ajo ka nisur për blerjen e votave, për dalimin, evidentimin dhe ndëshkimin e personave të cilët tentojnë të blejnë vota apo qoftë edhe nëse është bërë fakt. Keni besim që e para në Kavaj është hasur fenomeni i blerjes së votës dhe a mendoni që SPAK-u realisht mund ta ndalojë blerjen e votës? Unë shpresoj shumë që SPAK-u të merret me krimin elektoral, por nuk është marrë deri më tani se nëse SPAK-u merret me krimin elektoral pas zgjedhjeve, çfarë rëndësie ka? Pra, nëse SPAK-u do të jetë i besueshëm, do ta godasi krimin elektoral përpara zgjedhjeve, dihet kush i blen votat, dihet kush i ka parat e krimit, parat e vjedhjeve, parat e koncesioneve, PPP-ve, i ka gjithë kryeministri Rama, gjithë vjedhjet e Batërdit që janë bërë në Shqipëri, ndërtimi, paraja e pisët, pastrimi paras, dhe SPAK-u do të jetë i besueshëm që ta godas krimin elektoral përpara zgjedhjeve. Se çfarë procedon SPAK-u deri më sot ne s'kemi dëgjuar askënd. Doli një procedim atje për të kapur një blerje votën në lushnjë për Partinë Demokratike, 500 euro, kupton, domethënë Partia Demokratike me 500 euro. Nëse PD-ja mund të kishte blerë vota me 500 euro, se do ishte në pushtet. Pra SPAK-u ka momentin për të thyer atë mosbesimin e opozitës. SPAK-u është kthyer shumë herë në vegël të qeverisë, në vegël të Edi Ramës. Ky është momenti që SPAK-u të parandalojë blerjen e votës, krimin elektoral përpara zgjedhjeve. Jo pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve pastaj është si ajo ndeshja kur bie bilbili dhe ti kërkon vendosur drejtësi, ndërkohë që ndeshja ka mbaruar dhe rezultati është ai që është. Zoti Kariqi, duke qenë se jemi ende në fushatën elektorale, do doja të drejtoj një mesazh qytetarëve të Kavajës, të gjithë qarkut të Tiranës dhe të Shqipërisë. Cili do të ishte mesazhi në 3 fjali? Mesazhi im sigurisht në 3 fjali për gjithë qytetarët e Kavajës, e qarkut të Tiranës është që të gjithë të dalin masivisht në 11 maj, të dielën 11 maj të votojnë me shpirt, të votojnë me zemër, të votojnë për ta ndryshuar situatën, të votojnë familjarisht për ndryshimin, të mos harrojnë se çfarë i ka bërë Edi Rama Shqipërisë dhe shqiptarëve këto 12 vite, të marrin të lexojnë programin e Partisë Demokratike, të na dëgjojnë ne, na shohin ne djemve të ri cilët duam të japim një kontribut për vendin tonë. Të gjithë ne nuk kemi patur funksione publike, poste publike, unë vi vetë nga media si gazetar, kam lënë punët dhe gjithçka për të dhënë një kontribut së pari për qytetin tim dhe së dyti për Shqipërinë time. Qytetarët shqiptar duhet të votojnë me kujdesin më të madh dhe nuk duhet harrojnë se çfarë i ka bërë kjo qeveri Shqipërisë në 12 vite. Momenti është ky, për të ndryshuar vendin dhe për të rikthyer shpresën. Zoti Kariqi, unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe së pari që gjetë kohën, sepse minutat hecin dhe fushata po mbaron. Është kënaqësia ime. Faleminderit ju. Të nderuar miq të emisionit Impact në kanalin Impact News, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do shihemi në emisione të tjera. Mirupafshim.